tani pyetja e ditës është kjo, që një pushtet i fuqishëm, çfarë mund të krijojë? A mund të krijojë frym liberale brenda strukturës partisë dhe qeverisjes, apo mund të shkojë te një autokracie? Dhe kjo besoj është pyetja më legjitime që e bëjnë shqiptarët sot. Unë besoj që Partia Socialiste duhet të krijojë një frym më të hapur në strukturat e saj, një frym më konkurruese në strukturat e saj, pra duhet të ul arrogancën në maksimum në ballafaqim me elektoratin dhe me shqiptarët, sepse me arrogancë nuk zgjidhet asgjë, Gjoj. Vetëm duke qëndruar njerëzve afër, vetëm duke u zgjidh hallet, ashtu mund të fitosh simpatinë e njerëzve. Partia Socialiste besoj që sepse është mandati i 4 dhe në mandatin e 4 është një mbingarkesë shumë e madhe, pra Partia Socialiste ka marrë një barë, akoma në disa nuk e kuptojnë që ka marrë një super barë të madhe për qeverisjen e vendit. Sepse është si ajo kur ushe shumë, pastaj do të dalin nga fyti. Dhe unë besoj që Partia Socialiste duhet të ketë kujdes në menaxhimin e pushtetit, sepse mos menaxhimi i mirë i pushtetit mund të ketë pasojë edhe për Partinë Socialiste, por mund të ketë pasojë edhe për shqiptarët. Unë besoj që Partia Socialiste nga shtatori, sepse tani mbyllet edhe me datë 8 korrik, është afati përfundimtar i parlamentit, pra dhe parlamenti i ri fillon me datë 9 korrik, mas 2 muaj 60 ditë është afati kushtetues. Besoj që mund të bëhet edhe një seancë plenare, që ose është e mundur, nuk e di se si e kanë agjendën Kuvendi i Shqipërisë, por unë besoj që një shumicë e tillë do një menaxhim perfekt. Sepse për ndryshe, një shumicë e tillë kalon në bëhesh autokrat i madh në drejtimin e vendit. Ne nuk kemi nevojë as për një Erdogan, ne nuk kemi nevojë as për një Viktor Orban, ne kemi nevojë për një kryeministër që rri qytetarëve afër, që sill hallet dhe krijon ligje të veçanta për zgjidhjen e problemeve, qoftë për pensionin, qoftë për ndihmat ekonomike, qoftë për shumë probleme që kanë shqiptarët. Avokat, kam një pyetje se i takon Berishës, ka thënë që forumet e BD-s do të vendosin nëse do të hyjmë apo jo në parlament. Mendon se mund të ketë një tjetër bojkot? Jo. Ky është presion i ripërsëritur. Dhe në qoftë se këta nuk hyjnë në parlament, parlamenti do vazhdojë punën. Pra, teja saj është një presion i panevojshëm. Në qoftë se Partia Demokratike kapet mas jetës fikur që thotë një mbledh zgjedhjet dhe mendon që mos hyjnë në parlament, kjo nuk qëndron. Berisha nuk është nga ata politikanë që bën një gabim të tillë që të mos hyjnë në parlament. Nuk është Basha në këtë kuptim. Pra, Berisha bën presionin. Berisha është për djegjen e mandatit. Po. Nëse ishte kryetari ishte Basha, s'ka rëndësi. Por mos harrojmë diçka. Berisha bën presionin për ndërkombëtarët. Pra, mos jojja zgjedhje dhe presioni që mos futen në parlament në shtetor, nuk është për shqiptarët, është presion për ndërkombëtarët, për të ndërkombëtarizuar çështjen e zgjedhjeve të 11 majit sipas Berishës. Po unë besoj që vetëm një diçka Gjoj po të vëshre para ca ditësh kur ishte samiti i Evropës, ishin kancelari gjerman, kryeministri i Mbretërisë Bashkuar, ishte kryeministra italiane, ishte presidenti francez, dhe gjithë ta jo pa qëllim në unison e uruan edhe Ramën në fitoren e zgjedhjeve. Dhe ata janë koshient dhe janë të informuar se çfarë ka ndodhur në Shqipëri, me zgjedhjet në Shqipëri. Atëherë në qoftë se ata kishin informacion dhe kanë informacion se zgjedhjet në Shqipëri janë vjedhur, nuk mund ta uronin zotin Rama për fitoren e zgjedhjeve. Dakor, dhe këtu jemi gjithë bindur, sepse të gjitha këto vende të fuqishme kanë ambasadat e tyre në Shqipëri, kanë informacion sakt për çfarë ndodh në Shqipëri. Dhe në qoftë se ata do kishin informacion se zgjedhjet janë vjedhur në mënyrën se si thot Partia Demokratike, ata nuk do uronin, jo, nuk ndodh. Shiko, Partia Demokratike ka problemet e saj në marrëdhëniet me zgjedhjet, që në vitin 96 në vazhdim. Pra, po të hyjmë perspektivës, Partia Demokratike i njeh zgjedhjet vetëm atëherë kur i fiton vetë. Dhe kjo është problemi atyre. Në qoftë se ata fitojnë. Në 2013-ën Berisha s'është si njohu. Jo, i njohu pra se ishte në pushtet. Dhe s'kishte si thoshte mi vollën zgjedhjet. Kemi pas vetëm një rast me sa më e mend Toska, Ilir Toska, kush ka qenë atëherë ministri i Brendshëm, kombinat që tha mi vollën zgjedhjet. Dhe ishte një turp. Që ministri i Brendshëm doli tha mi vollën zgjedhjet. Pra nuk mund thoshte Berisha në 2013-ën, shiko, unë e lash pushtet se mi vollën zgjedhjet Partia Socialiste. Jo.
Berisha i humbi si në 2013 të ndërtoi pushtetin në mënyrë qetë, absolutisht dakord. Por në njohjen e zgjedhjeve kanë pas gjithmonë probleme. Që në vit pastaj, mas 4 vite, në 2017, në 2021 e me radhë, gjithmonë Partia Demokratike ka pas probleme në korelacionin me zgjedhjet. Mi vodhen, mi moren, bandat, kjo, domethënë një lojë zhurmuese kot. Dhe përfundimi ka qenë për ditë më shumë duke u tkurrur në votazh. Dhe ajo çfarë them unë, dhe me mendoj unë është që Partia Demokratike duhet të heqë një herë mirë velin e vjedhjes votave dhe maninë e trurin e tyre që tu nuk bëhen zgjedhje vetëm vidhen. Jo. Tu bëhen zgjedhje, por çështja është sa ti je i aftë për të përqesh programin e Partisë Demokratike tek njerëzit, sa ti je i aftë të përthithësh intelektual të mirë dhe të mirë shkolluar që ti përfaqësoj qytetarë shqiptarë në listat për deputet, sepse mos harrojmë Partia Demokratike e bëri një zgjedhje në 2005 me Kopin. Dhe rezultati ishte fantastik. Ne nuk duhet harrojmë. Pra, nuk është se ata nuk i kanë praktikat, por nuk duhet të zbatojnë, sepse në qoftë po themi me Kopin në atë kohë, një pjesë e tyre u bën gjithë ministra dhe i dhanë Partinë Demokratike për 8 vjet në pushtet, duke filluar me Lulzim Basha me tjerë, por kur erdhi puna, këta prap mentalitetin nuk e ndryshuan në Partinë Demokratike sepse nuk lënë, aty ka një frymë revanshiste. Aty ka një frymë e viteve 90 akoma. Pra, ata harrojnë që jemi në vitin 2025, mas 35 vitesh, akoma ata bëjnë luftë flasësh. Në qovë se ti nuk jemi Sali Berishën, thot je komunist. Ore, ka mundësi kjo të ndodhë në 2025, në qovë se unë nuk jam dakord me Sali Berishën, unë që jam komunist, vetëm Partisë Demokratike mund të dëgjosh. Që në qovë se ti nuk jemi ata, je komunist. Unë këtë nuk e kuptoj, është pa kuptueshme për trurin e njeriut. Ndoshta që u shaj garbuar, Xhoj, por një luftë flasësh e tillë ata akoma vazhdojnë. Partia Socialiste po reformohet, akoma ju thon patronazh. Po çfarë do thot patronazhist? Fjala patronazhist, unë e kam dëgjuar dhe dëgjoj shpejt. Patronazhist, dalin flamunogat na thotë çfarë do thot patronazhist. Patronazh, çfarë do thot? Çfarë është kjo lloj mbikëqyrjet që këta quajnë si survejimi i sigurimit të shtetit. O dalin ta ofrojnë shqiptarëve, çfarë do thot patronazhist? Do thot komunist, çfarë do thot? Se këta nuk e kuptojnë as fjalën që thon. Patronazh nuk e kuptojnë fjalën. Py merritin intervistë gjithë. Ja ku jemi sot, merri po e ditën ato fjalën patronazh, ja ku jemi. Nuk e din fare, vetëm e përdorin si fjalë, vetëm për të fyer kundërshtarët. Në para disa vitesh thoshin janë komunista, tani kanë gjetë patronazhista. Pra është një ekuivalencë e fjalës komunist e tjera. Atë kupton, nuk e kuptojnë fjalën çfarë ta thonë, kuptimin nuk e kuptojnë. Dhe le pastaj që të sqarojnë njerëzit për programin dhe për mirëqenien e Shqipërisë. E qartë, avokat, shumë faleminderit që ishe me ne. Faleminderit dhe juve. Mi shkojmë publicitet, kthehemi pas pak.